shqiptarët, ky më i vogli dhe në çdo pikpamje më i pafuqishmi popull në Jugosllavi, më tepër se 250.000 pjesëtarë të cilët bredhin sot rrugëve të Evropës duke kërkuar punë, mbi 60.000 familje të cilët sot nuk kanë asnjë antar punësuar, mbi 150.000 pjesëtarë të cilët si punëtor fizik në Republikat e Jugosllavisë janë nënshtruar asimilimit. Ja, ky popull me një kësi fati akuzohet sot se bën terror dhe gjenocid mbi serbët, malaziasit dhe maqedonasit. Do me thënë mbi ata që kanë fuqinë ushtarake, ekonomike dhe politike në duart e veta. Po tempora o mores. Më bëhet zemra mal kur e shoh se populli shqiptar, jo vetëm këtu, po në të gjitha anët e botës, është në gjendje ta çmojë vlerën e vet. Është në gjendje ta çmojë margaritaren e vet që ka në gjiun e vet. Kam qenë, e dini ku kam qenë, edhe kur filloj trysnia e madhe, trysnia që vazhdoj 2500 vjet mine, e kam pas një frikë të madhe. Si do të sillet inteligjenca shqiptare? Do të jesh ma kurrë
dheu. Mirë po, për fatin tim, ajo frikë ishte pas qenë e kotë. S'kisha pas të drejtë që më frikohë.